Më vjen mjaft mirë që këtu kam të bëj me njerëz të kulturuar, me njerëz janë artistë të vërtet, në fakt si Jorgaçi. Dhe pa dashur të largohemi nga fusha e kulturës, tani do të ndjekim një emision kulturor, i cili drejtohet nga një mjeshtër i madh, nga një gazetar shumë i njohur si Pertev Guzhinjeta. E shohim. Mirë mbrëma, ullu. Mirë mbrëma nga unë Pertev Guzhinjeta me këmbë të shpejta në këtë orë të vonë të mbasdites që shënon 12 pasi që të gjithë e dim që këtu në Koshovic flem që më gjash se kemi punë nesër. Edhe njerë mirë mbrëma në pak art me një kafe unë t'i bje telefonit ti nuk ma ngre. Kalëm pa unë bërkot e eftora ime e pare cila është një Alamet Qupe. Atere qa të shtyu ty që të meresh me art me Qupe? Moje, shushka? O budallaqe? O avdale, futet të ftuar në parme, qam riktu, nisu! E pike zez. Jo me Qupe, ullu, s'ka problem. Qome? Po leo Qupe dhe ri, po qke? Qome thash? E me ullu? Qome thash? Po leo Pertev këtë qke? E me ullu qke ti të qke? Moj qome shush këtë ullet i ftuar. Po leo me... Po leo ullu tash i dy karike kemi në studion e. Ira një tash, maroj puna jote. Pike zez. Aje niso. E kur ti kem do të pakuaj? Po ti kishe bler një palë gjisa bre birose, pëse si a blevi? E shber keq, e shber shumë keq. Si të ka më të fke? Mirë, si ke qenë ti? Qa bëhet? Me shnet, mirë? Mirë, falem di. E, qesh një qikë shumë në emisionin tim, qesh kot? Koto? Po koto, normal, po, se këshu qeshet do emisionis. Kot fare? Kot... Hajde? Nese, para se të filloj mund të ftoj të pim nga një kafe bashk. Pori, e pime. Pjese e shumë e mirë. Hajde gëzuar. E fkaristu. Jo, është Diego. E njo. Diego. E o mjo se jam gena që bëngë shumë. Diego. Jam gena birose që bëngë shumë. E më nese, kisha dyshimet e mija. Thash. Falinderit të lumë shinduar. Kalem pa më bërko të pyetja ime e parë. Qeshe, duhet qeshe. Koto? Po miro, po e provoj një. Po e provoj një, qau bëj. Nese, më mirë jo. Hajt. Nashi, balorja e parë. Qa ju shtyu juve genashe që të merini me artë? Shumë e sakte. Tani, unë nuk e di qa më shtyu, se s'mbaj përgjegjësi për këte, por gjithsesi përshëndes gjithë fansat e mi kudo që janë. Por mbaj mende një dite, kur dola kisha ardhur Tiranë për të blerë ca gjinsa, edhe kalova aty në liceu, kur më thret një shok pej liceu. Më thot, Mariglen! Te më në thash, kush më thret shu? Kthejmë të ish, shikoj një shokun ti pej liceu. E i themu, a që desha tije dhe tha që ti gena ben, ti Mariglen ben për të kënduar, tha. Më mori, shkuam në Greqi pasaj, bëm disa koncerte, morëm një 2 jukeboxa atje, bëm ca leka dhe erdhëm. Ka që desh, kjo ishte karriera ime artistike. Më pëlqen, tash i pak më shpejt lutem, sepse koha e për mua është 2000 leksh. O, qa rastësie, se kam dhe unë një keng me 2000 lega, birasir. O, shumë mirë, do ma kënosh më vënd, do m'japësh dhe i vjeqë. Po, rezvet. Se kam zakonut ma lesh një vjeqë po shfilxanit. Jo, bre, birasir, po, unë jam vetë nga fshati Nemo, qa thot kjo? Nese, tashi ti, Genaqe, një pyetje kisha unë, pse nuk i futesh politikës, apo artisti merituar politikanit dështuar? Po, jo, bre, birasir, se nga politika që të lekë të marrësh, të pak të në shumë e kengë nëzeri mdojnë lekë, po kur politikon, kush të edhë leka, nuk të edhë njëri leka, birasir. Shumë e sak. Qesh një qika, qesh shumë emisione. Po, ko të qesho? Normalisht po. Nashi, në qofë se ju e doni artin kaj shumë edhe kur flem me art dhe zgjohesh me art, syt i lani i mban lartë? E në qofë se po pse?
Shumë e saktë, shumë e saktë. Tani, varet nga vjen leku, Birazer. Ashtu, Se po të erdi nga lartë, i mban sytë nga lartë. Po të erdi nga anash, këthejemi dhe anash ne, ose kemi problem, lek të jetë. Po, shumë mirë. Gënaqe, më shoj një kuriozitet personal. Po. Ti ke lindur me këtë surrat apo kështu e koncepton artin? Shumë e saktë. Edhe në qofse po, pse, dhe në qofse jo, pse jo? Shumë e saktë. Tani unë nuk e di nëse është një vërtet kjo që po më thua, por gjithsesi po të jetë sa do që nga që, unë kam shumë respekt për atë. Shumë faleminderit, edhe ne kemi shumë respekt për atë. Të lumt. Nashi... Qesh. Bravo. Tu. Nashi, bukuri, ti do kështë dëshirë të bëjë një videoklip dhe në qofse jo, pse ke frikë dhe në qofse po, atëre pse nuk i druajt videoklipit edhe jo? Ta është një videoklipi do ca leka për t'u berë dhe kemi qenë keq këtë vite. Kështu që kismet nga viti tjetër do t'a nxjerrim një videoklip. Pastaj unë kam berë videoklipi imi famshëm. Bukuri, Dashi, mua më pëlqen shumë në atë këngën tënde ti që ke atë, ti e di se sa më mungon mua. Po jo, Bebira Zera, së shkenga ime, shkenga Albanos, Alban Kenos. Jo. E Alban Skëndero, që pun kam u me te. Ti qa këngë keti? Unë kam atë, nena më priste deri natën von fare. Po kështu rrugaci ke qenë gjithjetën. Po, Bebira Zera. Kështu rrugaci ke qenë, s'ka fa jo tem që ankohet. Po, ce Bebira Zera. Se di mu ankohet prap, së të vjen turë së vjen. Po, ce Bebira Zera, kështu e ka titullin kënga, unë blidhem që me 6 në shpi, Bebira Zera. O, që më 6, po që ka nënja që ankohet? Po, në 6 mëngjesit, ore, se s'dua t'i prish gjumën e natës. Nashi ti, Gënaqe, qa do na këndoje ne dhe do na shqetësoje njëkohësisht neve dhe audiencën tonë ardashse? Tani, të këndoj një kënga? Më një këngë tënde. Po të tënde, na? Të time po tjetër. Do atë natë nena është shumë vonë tash për nenën është Jo, mos ta shqetësojmë nenën. Po të këndoj pallton e vjetro. Jo, lejnë dollap atë se është vjetrua shumë. Pa me opithelis taksixhi. Qa ishe që? Është greqishtë, po e kam përkthyer dhe muzikën vetë. Dhe si e ka në Shqip? Shkojmë ku të duash taksixhi? Jo, një tjetër, mos lëvizim për momentin nga emisioni. Po mirë, më mirë me ty dhe fukara se sa pa mua i pasura. Po shumë mirë, dakor, më pëlqen kjo? Më pëlqen. Hajde maestro, ma bëj një çikte. Pa kape njerë. Më mirë me ty dhe fukara se sa pa ty i pasur. Më mirë me ty dhe fukara si sa pa ty i pasur. Mjafton. Natën nëna Po le në Po le se më mbaroj tjeta lerë. Po le më bërësi, edhe në farë dhe fukara. Po le më bërësi. Edhe nënën e mërësit. E pikësit, gjithë emisionin. Po le më bërësi, po le se do popull.